الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahu na falënderoj për këtë falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askuj me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob i dërguar i Tij. Paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Njeriu për nga natyra e tij është shoqëror, e do shoqërinë edhe dëshiron që shoqërohet. Njeriu natyrshmëria e tij është që mos jetë i vetëm. Nuk e do vetmin dhe nuk do që të qëndroj i vetëm. Përkundrazi, dëshiron të ketë shok, të ketë bashkëbisedues, të qetësohet, të ratohet, ta gjejë një person i cili përshtatën karakterin e tij, t'i afrohet atij dhe qëndroj e të bashkëbisedoj bashkë me të. Normalisht njerëzit dallojnë njëri me tjetrin në karakteret e tyre, në perceptimet e tyre, në bindjet e tyre, në sjelljet e tyre. Ata që njihen dhe janë ngjashëm karakter dhe janë ngjashëm sjellje, padyshim që bashkohen njëri me tjetrin, kurse ata që nuk janë të ngjashëm edhe dallojnë dhe kanë dallime në perceptimet e tyre, në karakterin e tyre, ata largohen dhe nuk qëndrojnë bashkë. Shpesh i gjen disa persona që ndoshta nuk njihen mes vete, po kur takohen sikurse të kishin qenë shumë vite shok, për shkak se përputhen në karakter dhe përputhen do thotë natyrshmëri. Një e çuditshme te njeriu është se ai ndikohet prej qetrit, edhe qetri ndikohet do thotë prej tij. Do thotë njeriu mes vete ka ndikim, o për të mirë o për të keq. Nëse është i mirë, do ndikojë për të mirë. Nëse është i keq, do ndikojë për keq. Nëse është gjunaqar, ka mundësi të ndikojë te qetri me gjunohet e tij. Nëse është punë mirë, ka mundësi të ndikojë vepra e mirë e tij te qetri dhe ta nxjisë edhe atë që të punojë bashkë ose njëjtë sikur sa i. Prandaj, kjo neve na kthjell që kur e zgjedhim edhe krijojmë lidhje shoqërore me dikën, ta zgjedhim shokun ton i cili na përshtatet, i cili na nxit për ka e mira dhe ata shokë që i kemi të vjetrit ta i reshikojmë raportet e tona dhe ta shikojmë se a përputhet sipas normave të Islamit ai shoqëri apo jo. Allahu xhel e urdhëroi pejgamberin Allahut azza xhel që ti shoqëroj të mirit, të zgjedhurit, të dalluarit dhe ndaloi që ti shoqëroj të këqinjt dhe të bindet atyre. Allahu xhel tha: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta." Allahu tha përkufizoi qëndrimin tan me ata të cilët e përmendin Allahun mëngjes edhe mbrëmje, edhe e synojnë kënaqësinë e Allahut, e duan razinë e Allahut, dhe mos e largo vazhdimin tënd prej tyre e të shikosh ka bukuritë e kësaj dunjoje, dhe mos ju bind atij që në zemrën e tij e kemi bërë të shkujdesur kundrejt përmendjes son dhe ky e ka ndjek epshin e tij se puna e tij ka mbaruar. Këto ishin fjalët e Allahut që ja dërgoi, që ja tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me kaset veçantia ata pushtetarët dëshironin që pejgamberi t'i vendojnë kusht. I thoshin atij që ne do të ndjekim ty, mirë po me një kusht, që ata që janë për rrethej dhe janë të varfër, janë gratë, ti largosh, sepse nuk përputhet me shoqërinë tonë ne ku jetojmë, edhe me nivelin e shoqërisë ku jemi. Mirë po Allahu xhelia të rroqë vërejën, që mos të mashtrohet e ta mashtroje bukuria e kësaj dunjoje. E ta mashtrojnë edhe ata, shkaku i pozitës edhe pushtetit që nëse do të hinin në Islam, do kishin më shumë ndikim se sa ata tjerë. Po Allahu xhelia të rroqë vërejën që ai kujdeset që qëndrojnë me ata, që e duan Allahun, e përmendin Allahun mëngjes edhe mbrëmje. E kështu pejgamberin Allahut azza xhel e përforcoi dhe ja përforcoi zemrën atij. Kjo për neve është mësim, padyshim që me cilin shoqërohemi. Ata zgjedhim një person i cili është pushtetar, i cili ka namë dhe ka famë, apo ta zgjedhim një person i cili e do Allahun dhe Allahu e do atë. Padyshim që edhe personi i cili ka pushtet mundet me qenë person që e do Allahun. Megjithatë, kur është pyetje personi a ka pushtet dhe nuk e do Allahun, dhe një person i cili e do Allahun dhe nuk ka pushtet edhe nam,
padyshim që kjo për neve është një lloj sprove për shkak se njeriu e do pak që të ngritet edhe të njihet edhe dallohet edhe shihet mesin e qepëve. E kjo është sprove rënd. E pa mesasem e mori këtë mesazh. Kjo është mesazh edhe për neve. Sikur ne ta kishim zbatu këtë mesazh të Allahut Azza wa Jall, sot padyshim që shoqëria jonë do ishte më e mirë. Dhe shoqëria jonë do ishte më zgjedhur. Dhe nuk do kishim për me zgjedhë shokë të cilët janë në një farë pushteti ose pozite me qëllim që të dallohemi, të njihemi, edhe do të veçohemi te njerëzit. Jo. Po do t'i zgjedhim ata që e duan Allahun dhe që e duan pejgamberin Allahut, pavarësisht pozitës, pavarësisht statusit të tyre që e kanë në shoqëri dhe pavarësisht nomit e famës që e kanë te njerëzit. Pejgamberi sa më tha, el mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Njeriu është në fenë e shokut të tij. Andaj le të shikoj se cilin po e shoqëron. Kë po e merr për shok? Shoku ndikon edhe te feja, ndikon edhe te morali. Padyshim kur rri me një person i cili ka fe dhe ka moral, do ndikohet ai. Edhe për mirë, edhe për keq. Nëse është i mirë në fenë e tij, do ndikohet ai për të mirë. Nëse është i keq në fenë e tij dhe sjelljen e tij, moralin e tij, padyshim që do ndikohet te shoku i tij dhe kët e kemi dëshmi të qartë sepse në përditshmërinë tonë shpeshherë e kemi pa. Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu thoshte, njerëzit njihni sipas shokëve të tyre, sepse ai nuk e shoqëron përveç se personin që e do ose është i mahnitur me të. Kurse thoshte Sufjan e Thauri, nuk ka gjë që ndikon për të mirë o për të keqe te njeriu se sa dhe si shoqëria. Do thot shoku ndikon si më shumë se çdo gjë tjetër, o për të mirë o për të keqe. Nëse do për me ditë vlerën e njeriut, shikoja shoqërinë e tij. Mbo shoqëri që shoqërohet e kupton edhe vlerën e tij. Nëse shokti ka të mirë, edhe ai ka vlerën të lartë e të mirë. Nëse shokti ka të këqij, dije që vlera e tij është e ulët. Andaj, ai që do që të rritet në vlerë, le ta zgjedhë shokun e tij, edhe dosin e tij që qëndron me të, edhe rri me të. Shoqëria e mirë, padyshim që është e dobishme për herë çdo herë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dallimi mes shokut të mirë edhe shokut të keq është sikur se shembulli i shitësit të miskut dhe gjyrikut farkatarit. Shitësi i miskut i parfumit, çfarë qepaj? Ai o ta shet parfumin, o ta mundson që të lyesh ose të lyjnë ai vet ty, ose e nuhat erën e mirë prej ti ose prej shitorës ku ai shet edhe punon krahasim me gjyrikun e farkatarit. Gjyriku farkatarit kur qëndron ti ai, o ta gjek rrobën e trupin, o t'jep erë keqe në trup edhe në rrobat e tua. E padyshim, kjo shembull praktik që pamesesem e ilustroj në formë perfekte. Ta kuptosh se shoku i mirë, edhe nëse nuk ka mundësi me të bëjë mirë, nuk të bën keq. Edhe shoku i mirë të mëson, prej ti mund që të përfitosh nga sjellja e tij, nga qëndrimet e tij, nga parimet e tij dhe nga feja e tij. Edhe nëse ai nuk të fol, veç qëndrimi me të është i dobishëm për ty. Çdo herë është i dobishëm. Krahas gjyrikut farkatarit i cili djeg, ose veç nëse qëndron te ai, do nuhatësh erën e keqe të punës që e punon ai, po edhe ndoshta edhe rrobat e tua do ndikojnë, do preken nga jo erë edhe do të vijë era e keqe kur do dalësh prej te ai. Shoqëria e mirë është shpëtim nga trishtimi i ditës së Kiametit. Allah Azza wa Jalla thot: "Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin." Tha shok të ngushtë, ditën e Kiametit do jenë armiq njëri tjetrit. Shok ngushtë në dunjë kanë qëndruar bashkë, kanë flet bashkë, kanë hongër, kanë pi bashkë, janë shoqëruar, kanë udhëtuar bashkë. Mirë po ditën e Kiametit do jenë armiq njëri tjetrit. Përveç thot Allahu atyre që kanë qenë të sinqert në shoqërimin e tyre dhe dashuri, ka qenë veç për Allahun Azza wa Jall. E pastaj Allahu tha: "Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawm wala antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin." O ju robërit e mi, që shoqërimi juaj është veç për Allahun, sot për juve nuk ka frikë dhe nuk do ketë as pikëllim. O ju robët e mi, të cilët ose robërit e mi që besuan dhe që besuan në argumentet e tona dhe ishin ata që na binden o i binden argumenteve tona. Këto fjalë të Allahut Azza wa Jall qartë ta përçojnë një mesazh. Se ditën e Kiametit do ketë
urrejtje, do ketë armiqësi. Do hike njëri prej tjetrit. Edhe ata shokë që janë dashur për Allah. Në dunjë do e kenë një fitore të madhe ditën e Kiametit. Do jenë shokë që janë dashur për Allah dhe do e kenë shpërblimin për Allah. Mirë po ata që janë dashur për interesa dhe janë dashur për diçka tjetër jashtë Allahut Azza wa Jall, ata njëri tjetrin do e largojnë, as nuk do e njohin, edhe pse në dunjë ka gjenë mik të afërt, njëri me tjetrin dhe s'ka pas ditë edhe net të mos qëndrojnë bashkë. Mirë po ditën a ditë secili intereson vetja e tij. Dhe secili shikon të shpëtojë vetveten e tij prej dënimit të Allahut Azza wa Jall. A ditë shfaqet, ekspozohet, dallohet më së miri çështja e shoqërisë dhe gjurmët e saj. Banorët e xhenemit, ditën e Kiametit do e shfaqë një problematik që kush e kupton këtë realitet do ruhet deri ditën e Kiametit në aspektin e shoqërisë. Ditën e Kiametit banorët e xhenemit do e kuptojnë mirë rolin e shoqërisë, sepse atë ditë nuk do ketë kush do i ndihmoj, dhe kush do i përkrah, edhe kush do uashtrin dorën atyre. Ata do lipin shok dost që ndërmjetësoj për ta nuk gjej. Për shkak se shoku nuk do për me ndërmjetësoj çfarë ka punu në dunjë. Se sikur ta dinte që është njeri i mirë dhe ky kishte qenë njeri i mirë, do ndërmjetësonte për ta. Mirë po ditën e Kiametit hik njëri prej tjetrit. E a ditë del shesh vlera e shoqërisë që ata e kanë pas mundësin për me pas dunjë, po nuk ju ka interesu. Thot Allah Zogjel për ta ditën e Kiametit se do thonë, fema lena min shafi'in. Ne nuk kemi atë ditën ndërmjetësues, s'ka kush ndërmjetëson për neve, wala sadikin hamim, edhe atë shok i cili ka qenë shok i ngrohtë, i dashur për neve në dunjë, s'ka. Nuk kanë. E atë ditë ata mërzitën fort. Edhe e shet që hik njëri prej tjetrit, edhe e mallkon njëri tjetrin, edhe bile e akuzoj njëri tjetrin se ti ma ke bon, dhe ti më ke mësu, dhe ti më ke qu. Ai normalisht që do ta shfaqsoj veten e tij dhe do thotë që unë nuk kam detyru, po ti vetë je nis pas asaj, sepse ke pas qejf, dëshirat e tua i ke ndjek dhe tu kam përshtatë edhe ke ardhur pas me dhe ke marrë mësimet e mia. Ama megjithatë, ndjekja e atij personi do të ndikojë shumë keq dhe Allah subhanahu e paraqit rastin e tyre dhe thot ja wejleta lejteni lem attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani laqad wa kana shaytanu lil insani khadula ai meriun tha çfarë filoni ose cilin filana pas ta marr për mik. Ai më devijoi pasi që më erdhi argumenti për të hesur në rrugën e drejtë dhe isha në rrugën e drejtë. Pas asaj unë devijova, ai meriun se cilin e mora për shok. Allahu tha me të vërtetë shejtani është ai i cili e mashtron njeriu, edhe është armiku i tij, edhe në kohën më të rëndë, më të vështirë e braktisë edhe e letë vetëm. Edhe pse në dunjë i premton dhe i jep supozime të rrejshme se unë do qëndroj me ty, premtime të rrejshme unë do jem me ty, megjithatë më vonë e braktisë edhe e letë vetëm, edhe pastaj ai fillon që ta ankohet edhe ta mallkoj edhe veten e tij, megjithatë do të jetë shumë vonë për atë. Shoqëria e mirë është shkak që Allah Zogjel ta duajë njeriu. Pejgamberi se me ditë kuçi që e transmeton prej Allahut Azza Zogjel, thotë që Allah Zogjel ka thënë që dashuria ime është e detyrueshme për ata që duhen për hirtimin, që ata që e vizitojnë për hirtimin, edhe ata që qëndrojnë edhe ulen, shoqërohen njëri me tjetrin për hirtimin. Shoqëria e mirë është shkak që njeriu mos ta harrojë shokun e tij, qoftë edhe në mos prezencën e tij. Shoku i mirë nuk e harron shokun asnjëherë. Edhe kur nuk është prezent. Pejgamberi sa më tha që luçja e muslimanit që e bën për vëllain e tij në mos prezencën e tij është e pranuar. Pranë tij qëndron një melek i cili është ngarkuar me këtë mision. Meleku e ka një mision që ky kur lutet çdo herë për vëllain e tij musliman, edhe thot o Zot, jepja këtë mirë, o Zot, jepja këtë, o Zot, bëja këtë, o Zot, ruaje këtë, kështu me radhë, meleku thot amin, o Zot, jepja dhe këtij atë që e kërkon për shokun e tij. Për shok nuk lutet veç një shok që e do për Allah dhe di vlerën e tij. Ne kemi problem mu lut për veten tonë, për prindërit tonë. E ku janë shokët e tonë? Zakonisht as që na bie ndërmend ndonjëherë, po shoku i mirë që e do njëri tjetrin për Allahun dhe e di vlerën e shoqërisë për Allahun, padyshim që asnjëherë nuk e harron shokun e tij. Shoqëria e mirë është shkak për falje, për arritjen e bereqetit edhe mëshirës Allahut Azza wa Jall. Me një ditë gjatë që pamesasem e përmend
rastin e atyre të cilët hecin për melek të cilët hecin për dunjë dhe i kërkojnë vendet ku përmendet Allahu Azza edhe ndalen e rrethojnë, edhe pastaj Allahu i pyet melek dhe melek ju tregojnë se Allahu Azza di mirë se çfarë veprojnë ata. Hadithi është i gjatë, po në fund të hadithit Allahu Azza thot: o ju melek të mi, ju jeni dëshmitarët e mi që unë atyre u afali. E thot njëri prej melekëve o Zot, ka ardhur njëri i cili nuk ka qenë prej atyre që të kanë përmendë, nuk e ka pas synimin që të vije, qëndroje në ligjërat ose në leximin e Kuranit ose në përmendjen e Allahut në përgjithësi, po ka pas nevojat e tij, ka pas një hall, ka pas një dert diçka këtë tjetër, po ka qellu në mesin e tyre. E Allahu Azza çfarë tha? Allahu tha që ata janë njerëz që kushdo që i shoqëron s'do mbetet i pafat. Kushdo që i shoqëron ata njerëz të mirë nuk do mbetet i pafat. Edhe ai përfshihet në faljen, në mëshirën edhe në bereqetin e Allahut Azza Xhel. Kjo është shoqëria e mirë. Kjo na nxit që ne të ndalim, ta meditojmë këtë gjë, sepse me të vërtetë është pjesë e jetës sonë. Njeriu vetëm, siç e përmendëm në fillim, nuk mundet që jeton. Pa që të riduhet shok, andaj le të shikoj se kë po e merr për shok dhe cilin po e shoqëron. Elos Allahun që na mësoj që të kemi shok të mirë, që e duam njëri tjetrin për Allahun. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Shoqëria e mirë është dhunti prej dhuntive të Allahut Azza Xhel. Ai i cili ka shok të mirë, të sinqert që e do për Allahun dhe ai e do për Allahun, le ta di që Allahu Azza Xhel i ka begatu, i ka mëshiruar dhe ju ka dhënë një dhunti për dhuntive të tij. Këtë mirësi dhunti padyshim që e din ata që e posedojnë dhe që kanë shoqëri të tillë. Imam Shafiu thoshte sikur mos ishte namazi i natës. Edhe shoqërimi me shoqëri të mirë s'do kishte kuptim qëndrimi im në këtë dunjë. Do thotë ata e kishin namazin e natës, raportin e tyre me Allahun vetmi e kishin kënaqësi dhe po ashtu raportin që kishin me shokun e kishin kënaqësi. E këto dy ishin elemente të cilët për ta ishin faktor kryesor që ata e donin qëndrimin dunjë, jo për diçka tjetër, as për pasuri, as për interes, as për diçka tjetër. Ejub Sekhtijani, kur i tregoshin atij që ndikush ka vdek prej shokëve të tij, prej ahlusunetit, mërzitej. Edhe thoshte që kur e marr lajmin duke sikur se ka ra një pjesë e trupit tim në tokë, një organ prej organeve të atij, prej trupit i ka rënë tokë, aq shumë mërziteshin kur e hunin shokun e mirë. Zakonisht pyetni ata që janë më të vjetër, që kanë bet vetëm me një aspekt, kushtimisht me thonë, se ata kanë familje dhe kanë akraba mirë, po shoqërinë nuk e kanë. E kur vdes shoqëria edhe kur mbetet vetë mërzitën. Sepse nuk kanë ku dalin, nuk kanë me cilin shoqërohen, nuk kanë me cilin bisedojnë, që ka një hall një dert, nganjëherë me shokun e ka një hall një dert, që me qert nuk ka mundësi për me bisedu ashtu, as me familjen, as me gruan, as me fëmijët, po me shokun po. E kur i vdes edhe shoku atëherë mbetet jetim, mbetet i vetëm. E këta persona e din vlerën e shokut mirë. Intereson pyetni nganjëherë, ju tregojnë ata vetë për vlerën e shokut edhe çfarë do të thotë shoqëria që e kanë pas për brenda viteve që kanë kaluar. Andaj thoshin disa, njeriu pa shoqëri të mirë sikurse i dha pa të majtën e tij. Sot fatkeqësisht rrjetet sociale kanë ndikuar në mesin tonë që shoqëria jonë të zgjerohet, mirë pa shoqëri iluzionare, jo shoqëri reale. Shoqëria reale është ndryshe, ka qenë kritere. Kriteret e shoqërisë mirë janë ndryshe dhe padyshim që ai vërtetohet edhe në përditshmëri, ama te rrjetet sociale sot ke shok mashallah, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 200.000 apo krejt shok. Ama realisht asnjëri prej tyre nuk e ke shok. Se nëse ndodh një problem, askush nuk vjen me vizitu. Askush nuk ndihmon, askush nuk përkrah. Në mal dikon atje. Ije me internet gjen shok ku ç'është dunjos, në Australi, në Zeland 3, në Amerikë. Ty i thu që, mashallah, ki ku me ditë qëfar njeri ashtë, edhe ku pas ka shku, edhe ku pas ka jetu, edhe ku pas ka utu, a njeri kur s'ka do pikatunit vetë. Ama e ka, thot, shok e ka, po ka e bane shok tjetër, qëfar shok? Aja shok virtual, shok i cili nuk ka realisht, veç termin, emrin e ka shok, ama do me thënjën se ka shok, andaj du me pas kujdes. Shpesher njerëzit po mashtror, e në veçantë rinia duke mendu që kjo është shoqëria reale, jo, shoqëria reale është diçka tjetër. Shoqëria reale është diçka që përjetohet në realitet. Përjetohet situata në rrethana ndryshme, të shifët kanë e ke shok, kanë nuk e ke shok. Kjo është shoqëria e vërtetë. Edhe shoqëria e cila të respekton edhe nderon edhe të mbron. Prandaj shoqëria e mirë çdo herë ta afron ka Allahu subhanahu wa taala. Çdo herë. Shoqëria e mirë çdo herë ta afron ka Allahu subhanahu wa taala. Shoqëria e mirë çdo herë ta kujton Allahun.
edhe ti kujton gabimet e tua nëse ti harron, nëse ti gabon. Shoqëria e mirë është kralli yt për xhenetin e Allahut azza xal. Shoqëria e mirë ta forcon ambicien, ta forcon imanin kur ti biesh. Ta forcon imanin kur ti biesh edhe nuk ta rënon atë. Shoqëria e mirë të ruan ty kur ti mungon dhe nuk je prezent aty. Andaj secili le të mendoj se kjo po është. Dhe cilin po e merr për shok, sepse normalisht që shoku i mirë ndikon, sikur se gjë ndikon shoku i keq për keq, të largon prej Allahut, të largon prej përmendjes Allahut, të largon nga namazi me xhamat, të largon nga shumë gjëra të cilat deri gjej ke pas e sot qëndron me ta për shkak disa interesave tua të dunjos që padyshim që ato nuk ka mundësi për me arrit veç nëpërmjet vullnetit të Allahut, e andaj mos e kurrit veten me shku me qëndru me njerëz dhe me kërku prej tyre ndonjë pozitë ose pushtet ose me shpresu diçka, për shkak se pushteti nuk e jep askush përveç Allahut, dhe pozitën askush nuk e jep përveç Allahut. Nëse Allah e ka caktuar që ti për me qenë dikundi do jesh, atë mos u mërzit hiç. Njerëzit do vinë të kërkojnë vet, e mos e fillish veten tënde me shku me njerëzit të cilët janë devijum, çfrenum, hipokrit e jo besimtar, veç që të fitosh diçka nga bukuritë e kësaj dunjoje, se në fund korritesh. Sigur se janë korrit plot përpara, e do korritemi edhe ne, edhe do korriten ata që vinë mas. Ama dush me kuptu një sen, se pozita dhe pushteti nuk jepen pa lejen e Allahut. Këtë veç kuptoje. Nëse e kupton atëre, do kuptosh realitetin e asaj që po e flas. Shoqëria e keqe është ajo që i ka prish shumë zemra që kanë qenë të hajrit edhe të mira dhe të devotshme. Pse se kanë qëndruar me ta. Disa duke thonë, shkoj ti baj pak ta vet. Që mësoj pak mirën, ai vet ta shkatru as vet ta shprish se shoqëria ja ka ditë dobësinë veçantë nëse ka pas të kaluar me të keqe. Ja kanë ditë edhe ata e duan që të kthehet. Shkojë kaj. Kjo është dëshira sinimi i tyre. Padyshim që ata e duan një sikurse ai vet. Nuk duan me pa një person i cili nuk është sikurse ata. E kur shkon ti, atë normalisht ata mundohen që ndikojnë. Edhe ndikimi i tyre padyshim që është shumë i madh kur ti je një i vetëm, e ata janë shumë, e sidomos sot për disa të shoqëruar këtyra interesa publike të përbashkëta, disa qëndrojnë e shef një hipokrit, vjellës, dallaverxhi, e ku e diun çka, qëndron me një njeri i cili është i devotshëm, ose realisht i devotshëm qëndron me ta, edhe në fund kur e shef edhe ky bëhet sikur se ta, edhe nuk vlen këto arsyetimet se ne po duam të mirën shoqërisë, sepse ka shumë dyer tjera që njeriu ka mundësi për me bë mirë edhe për me qenë i hajrit. Dine që njeriu është me atë që e do, edhe me ta do jetë dhe me ta do jetë edhe ditën e Kiametit me lejen e Allahut azza xal, e ata që duan për hir Allahut, ata do të jenë në njën e arshit Allahut azza xal, ku nuk ka hije tjetër ditën e Kiametit, përveç se asaj hije që i bën hije këtyre personave, atë ditë ku njerëzit qëndrojnë para Allahut 50000 vite në kam, lakuriç këmbës bardhur, dielli do të jetë pak më tepër se 1 kilometër mbi kokat e tona, njeriu do të gjersitet dhe gjersat e tyre do jenë sipas gjunave që i kanë bërë, disa deri në gjunjë, e disa deri në bele, disa deri në fyt, e disa do i mboloj. Krejtësisht e këta persona do jenë në hijen e arshit Allahut. Atë ditë do fllladiten, do jenë në hije të cilës secili do kishte pas dëshiru. Kjo ta tregon vlerën e dashurisë për Allahun dhe sa e rëndësishme është, dhe padyshim që kjo dashuri nuk arrihet vetëm me shprehjen du për Allah. Jo, po duhet me vepra, sepse për Allah me shprehje është shumë e lehtë, po me vepra shumë e rëndë. Shoku për shokun është pasqyre kur gabon, dhe kur ka mangësi e përmirëson dhe e plotson çdo herë kur shoku gabon, e këshillon edhe e mëson i harruan interesin atij në publik dhe po ashtu në vetmi. Ky është shoku i mirë i cili mundohet që me drejtu dhe për me të udhëzu dhe po ashtu lutet për ty kur ti nuk je prezant aty, ky ta do të mirën dhe ky është person të mirën. Andaj lutem Allahun që Allah të na bën prej tyre dhe lutem Allahun që të kemi edhe shokë të tillë, të cilët do jenë të ngjashëm sikur se ato që i përmenda gjatë kësaj hutbës, me ato cilësi, sepse kemi nevojë sot për shoqëri të mirë me një kohë ku domethënia e shokut ka ndryshuar plotësisht dhe shoku ka humbur krejtësisht dhe shoku sot është shok interesit, i cili vjen me ty kur ka interes, zhduket kur nuk ka interes, do kur ka diçka prej teje, kurse largohet prej teje momentin që nuk e gjen atë çaje do. E lut Allahun që Allah të na ruan nga çdo sherr, nga çdo e keqe, dhe lut Allahun që çdo musliman edhe muslimane Allah të ruan dhe të mbron. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.